Përshtyerja e mbledhjes të Këshillit për rregullore mandatet dhe imunitetin në mbështetje të aq e kaq thot, si dhe duke marrë në konsiderat se në mbledhjen e parë të Këshillit të zhvilluar në 19 dhjetor, deputet antar të këtij Këshilli kanë kërkuar që shqyrtimi i kërkesës së prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për dhënë autorizimin nga Kuvendi për arrestimin, heqjen e lirisë së deputetit ministrit zëvendës kryeministrit nëpërmjet zëvendësimit të masës sigurimit, të lidhet me marrjen dhe vlerësimin paraprak të vendimit përkatës të gjykatës kushtetuese, duke vlerësuar se një shqyrtim i tillë synon garantimin e një procesi vendimarrës të plot objektiv dhe në përputhje me parimet kushtetuese me qëllim shmangjen e cënimit të parimit të sigurisë juridike dhe garantimin e rregullsisë kushtetuese të veprimtarisë dhe vendimarrjes Kuvendit. Mbledhja tjetër do të thirrhet dhe do të njoftohet në një tjetër datë. Tani, sërish jemi në çështje ligji Karandxha dhe po nisë edhe me ju, ndërkohë që përgatitet Rexhepi për të analizuar edhe më tej këtë çështje. Dy orkesa të ndryshme. Njëra që shkon në kushtetuese për pezullimin e Ballukut, që kushtetuesja ka të drejtën e saj ta shqyrtojë, ta rrëzojë apo ta miratojë si kërkesë. Dje njoftoi që ju duhet më shumë kohë, ndërkohë u shty mbledhja e Këshillit të imunitetit. Tani kjo një tjetër kërkesë për arrestimin. Ç'lidhje ka kjo që ka shkruar kryetari i Kuvendit në këto dy kërkesa? Ma shpjegon dot? Tash, e para që kemi thënë dhe tjetër, po e them shumë shkurt. Kjo tregon edhe një herë ligjet që bëhen nga Kuvendi i Shqipërisë, ligje dopta, të cilët krijojnë konflikte kushtetuese, konflikt mas konflikti. Pra, nga një konflikt që do na lindi tek parkimi dysh, edhe kjo rast tregon për një paqartësi totale të mjeteve të kërkimit provës dhe të masave të sigurimit që duhet të shkohet në gjykatë. Në Kuvend. Pra, për çfarë masa sigurimi do të shkohet në Kuvend? Pra, kjo tregon një herë, domethënë, edhe me parkimin, por që në Shqipëri bëhen ligjet brenda natës, bëhen shpejt e shpejt, të jemi në rregull me ndërkombëtarët, ndërkohë që jemi në rregull me veten tonë. Tani duhet të bëjmë një analizë të dyja kërkesave. Pra, kemi kërkesën e kryeministit që është drejtuar gjykatës kushtetuese për interpretim dhe kërkesën e SPAK-ut drejtuar Kuvendit për vendosën e masave të sigurimit me karakter shtrëngues, heqjen e imunitetit. Jo, duhet kemi parasysh imuniteti është kërkuar autorizim për arrest në burg dhe arrest në shtëpi. Dhe veprime procedurale, kontrolli banesës që s'ka asnjë vlerë domethënë. Okej. Të bësh i kontroll banesë që do ashtu e ke pastruar shtëpinë i 100 herë. Iku dhe vera, iku. Po iku dhe vera sepse ne kemi tash sa të presim sa prit gomar mbi bar. Por nga kush po e pi edhe vera. Tani diskutohet. Kryeministri i është drejtuar gjykatës kushtetuese për të bërë interpretimin e marrjes së kompetencës, nëse është marrë kompetenca apo jo e kryeministrit, duke pezulluar organet gjyqësore, një ministër ose zëvendësues ministër në detyrë. Gjatë debatit gjyqësor, po të kemi parasysh, u ngritën pretendimet e palëve. U vure që gjykata që kishte caktuar masën e sigurimit nuk mori pjesë. Sepse gjykata shpreh gjithmonë me vendime, nuk mund shkojë te një dhe në emër të Republikës, kështu që në emër të Republikës. Pra, domethënë, të dyja janë në emër të Republikës, domethënë dhe gjykata kushtetuese, domethënë kishte një konfundim dhe me drejt gjykata e GKK-s nuk mori pjesë me atë. Tani u diskutu nëse ka apo jo marrjet kompetenca dhe e dyta, janë marrë kompetencat e Kuvendit për sa i përket masës së pezullimit nga detyra. Kjo është. Dalim për kërkesën për arrest. Kërkesa për arrest është tjetër objekt, është tjetër kërkues. Pra janë kërkues të ndryshëm. Këtu është kryeministri për marrjen e kompetencave, këtu është SPAK-u, i cili ngren pretendimin, do të bën kërkesën sipas nenit 288, nenit famshëm, nenit të gjymtuar, i cili kërkon heqjen e imunitetit për zonën Balluku dhe konkretisht për arrest shtëpi dhe arrest në burg. Tani jemi këtë kërkesa, thotë, shiko të shohim të vendimin. Tani, pra, thot Kuvendit, shohim çfarë do thot kushtetuesja për pezullimin, pastaj të themi ne për imunitetin. Këtë unë tash realisht nuk e lidh dot. Edhe u fal për ignorancën. Tani, çfarë analizë bëjmë ne? Bëjmë analizën e parë. E pranoj kërkesën e kryeministrit. Okej. Shumë bukur. Vendosit thotë që GKK-ja nuk ka drejt ta pezullojë. Po themi. GKK-ja thotë duhet merrte autorizim në Kuvend. E zëmshëm. Shumë bukur kjo masa. Tani, që do bëhet me këtë tjetër? Se logjika e do tani, se deduksioni logjik thotë që shikose, po thanë ata të japin drejt kryeministrit nëse japin imunitetin. Këtu na çon logjika? Kjo logjik, neve e para herë ka një problem tjetër, sepse nuk e di vendimi do jetë i zbardhur apo jo.
do jetë i zbardhë. Sepse nëse shpallet vetëm shkurtim vendimi, sepse zakonisht shpallja është shkurtim, si fillim bëjnë shkurtimin e vendimit, pastaj deli arsyetuar mbas një muaji, i gjithi. I biqen e të presim sa të vi i arsyetuar, sepse ai mund të arsyetojë dhe kanë afatet. 30 ditë kanë nga momenti i seancës plenare. Por pra nga shpallja. Nga shpallja kanë 30 ditë. 30 ditë. Pra ne jemi sot, domethënë jemi ndjeni që nuk është shpallur akoma. Pra kemi dhe 30 ditë dhe i bi që prokuroria që po heton një çështje penale është ngërç, sepse ka qenë në dhjetor që ka kërkuar atë. Po ikën janari, po ikën shkurti, po ikën marsi dhe tani a ka efektivitet ndjekja penale. Dhe mendimi im kush është, duke qenë se është vendosur masa pezulluese. Pra që në fillim prokuroria kur ka caktuar masën, ka kërkuar masë pezullimi dhe është vendosur nga gjykata, ka pasur parasysh parimet e proporcionalitetit. Pra masa në raport shkeljen me rrezikshmërinë e personit të veprës penale, rrethanat lehtësuese dhe rënduese. Duke pasur parasysh se zonja Balloku është prind, është prind që ka në varësi fëmijë të mitur, domethënë është pra shmuar drejtë. Për mua pezullimi është i drejtë. Përballje personalisht nuk jam për mas arrest në burg. Pra nuk jam edhe sot për shembull, nëse jepet do isha i menimit të jepet një arrest shtëpie. Arrest në burg, domethënë edhe nëse domethënë kalon procedurë kuvende, nuk jam për arrest në burg. Siç ka marrë praktikën personale, në të rastit zotit Velia është tepruar me arrestin në burg. Siç veprohet dhe me qytetarët shqiptarë që po kalben në burgjeve, pra ne se po e themi për zyrtarët e lartë dhe po lëm jashtë dorë po qytetarët. Siç po ngrem zërin dhe për atë nën kodit penal që do fusi qytetarët në burg, i vit burg, pra neve po i mbushim burgjet plot. Pra burgu duhet të jetë përjashtimor. Në një demokraci, depenalizimi tregon një rritje të demokracisë tek njerëzit, rritje të edukimit, sepse njerëzit nuk bëjnë më vepra penale. Neve konstatojmë të kundërtën. Neve i kemi mbushur burgjet plot me masa sigurimi represive. Prandaj, mendimi im këto dy masa nuk kanë, domethënë dy, duke qenë se një është kërkues kryeministi, këtu është kërkues Spaku, me mendim që nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Por duhet parë dokumenti i lidhit tani. Dokumenti arsyetimi i vendimit, mendoj kjo ka rrit presionin mbi gjykatën kushtetuese kjo. E ka rrit presionin mbi gjykatën kushtetuese, sepse po ja le, domethënë, të gjitha sigur, domethënë gjykata kushtetuese ka vetëm një objekt, pezullimin, nuk ka lidhje me këtë, me arrestin e kërkuar nga ana e Spakut. Pra kuvendi me këtë që ka bërë sot duke sigurisht le topin kushtetuese, që i thotë që shiko se kemi këty shpresën tani, unë them që çfarë do vendimit marrë gjykata kushtetuese, si ta pranoj kërkesën e kryeministit, si ta rrëzoj, nuk ka lidhje. Pra neve duhet të jemi dhe parlamenti duhet të jetë i kujdesshëm, pra duhet edhe parlamenti duke qenë se ligjvënës, duke i dhënë mos vendos masën ekstreme për zonën Balloku. Pas duhet vendos. Pra veti si kuvendi do të thonë duke bërë dhe për të tjerët, jo vetëm për Balloku, por për gjithë, që politika jon penale është që njerëzit mos arrestohen dhe jep vet. Ndërkohë që duhet parë dhe diçka tjetër, se nëse bëhet për zonën Balloku dhe nuk bëhen për qytetarët, kjo nuk ka ku shko. Është premtuar një amnisti, duhet ta dalë. Nuk, domethënë ka qenë para vitit 3, jo do bëhet amnistia dhe nuk po del. Historia ka treguar që nga marsi nga prilli përfundohet. Atëherë, nëse del amnistia nga marsi nga prilli, ministri i drejtësisë duhet bëjë një relacion të detajuar pse janë mbushur burgjet shqiptare plot me shqiptar. Në vend këta qytetar, këta meshkuj vital të jenë në shtëpi, këta rrinë burgjeve. Kupton? Për ndonjë cigare ashash. Faleminderit Karanxha. Do rikthehem sërish. Rexhepi, se i bëri një shpjegim nga pikpamja ligjore. Në fakt edhe unë jam i mendimit që këto nuk konvergjojnë fare me njëra tjetrën, domethënë. Tjetër gjë është kërkesa e pezullimit, madje që të jemi ndershëm në strategji, unë e gjykoj, domethënë, e para njerë në një farë kuptimi zonja Balloku tregoi që është peshë e rëndë brenda qeverisë. Dhe ndoshta ato përshpëritjet konfirmohen, domethënë, jo po i ka thënë Ramës të marrë me vete, edhe sepse po shihet që po bëhet një luftë e madhe, luftë që nuk është bërë as për Samir Tahiri, as për emra të tjerë përpara. Dhe nëse është bërë në mbrojtje, është bërë shumë me delikatesë. Shumë me delikatesë, domethënë.
për shembull për Ilir Begjen që u dënua për shpërdorim fondesh europiane, gjë që s'mbyllesh dot, e këto pjesa e pasaj këtyre disinfektime e tjera nuk u prek fare. Tash në lidhje me zonjën Balloku, unë mendoj që taktikisht edhe stafi i saj nuk procedoi mirë, se kjo ndoshta arriti edhe le themi, më thonë se agresivitetin ligjor të SPAK-ut. Qenë se ti nuk pranon largimin, pra edhe fakt kjo taktikë u përdor dhe Merion Velin dhe ju shtuan, e kanë si duket ndoshta taktiket i morë. Megjithëse po pranon pezullimin, ne po dalim me kërkesë për arrest dhe po vëm disa prova që kuptohet nuk i kanë parë me kokra, njerëz të certifikuar, po flitet që ka goxha material. Në gjykimin tim, dakord, unë e pranoj që ndoshta gjykata kushtetuese janë në presion, por duhet të ngrihen në lartësinë e detyrës. Kemi pas detyra shumë më të ulta, pra që represioni mund të ishte shumë më i lartë, sepse ti je antar i gjykatës kushtetuese, duhet të matet kush të bën presion. Ose ti si je në rregull, që antar i kushtetues pa diçka të dinë, ose nëse je në rregull, ai që të bën presion ty duhet të jetë baraz me Zotin, pra nuk duhet të jetë në gjendje njëri të afrohet, sepse të ka dhënë shteti, të ka dhënë qytetarit të drejtën që të analizosh ligjet, të rrëzosh ligjet, shikosh kushtetueshmërinë. Plus pasaj do të shtoj edhe një lidhje me atë gjitha Ervini. Mungon dhe shumë kodifikimi i ligjeve. Ka qenë një sektor, nuk e di ashmë, për kodifikimin e ligjeve, pra si procedojnë në raport me njëra tjetrën. Unë e kam thënë njerë këtu në studion tuaj, për mendimin tim edhe po e përsëris prapë që stafi ligjor bëri gabim, por nuk kapse të punojë me dy standarde. Ndoshta ka nevojë për ndryshime ligjore, një oficer madhor me fillimin e hetimeve pezullohet direkt nga detyra. Pse su pezullohet zëvendës kryeministre? Por më tepër nga një gjykatë speciale. Me fillimin e hetimeve në gjykatë zakonshme, një oficer madhor largohet automatikisht, ose kështu ka qenë paktën automatikisht nga detyra, pezullohet dhe rikthehet nëse mbyllet hetimi dhe merr pavajsinë. Kështu që kjo praktikë duhet ndigjesh dhe për të gjithë deputetët. Dhe faktikisht disa thonë që deputeti është imun, për mua nuk ka imun para ligjit. Nëse kthehemi për barazi para ligjit, do të thotë që askush nuk është mbi ligjin, pastaj për të mos. Zoti Braçe tha sot paktën nga çfarë lexova që lexova diçka që zonja Balloku përsa kohë është në hetim, është pa imunitet, në kuptimin je në hetim nga institucion drejtësie. Që praktikisht logjike koncepti imunitetit bie. Kështu që sa kohë në hetim. Pjesa tjetër pasaj që s'po më pëlqen, edhe kjo vonesa tash. Pra po kthehemi ke ngriha në lartësinë e detyrës, çka ka aty? Aty unë me nuhatën profesionale i kuptoja që në të folur kur drejtonin pyetjet kush ishte pro dhe kush ishte kundër. Reflektuan, ëh? Sepse bënin ca pyetje lëpirëse kështu në njëri që gjithsesi kështu që të çonin kanal aty, domethënë te kanali që duhet jetë jo, disa pyetje bëheshin te kanali që duhet jetë po, domethënë e artikulonin në atë formë, kështu që e diskutoja atë mosdhënien e aprovimit, për mua do jetë e rëndë, sepse jo për faktin që sepse ajo mund të jetë parimore mosdhënia e aprovimit, por mosdhënia e aprovimit Parlamenti do pateric, pavarësisht se do të koordinojë me njëra tjetrën, që të motivojë dhe rrëzimin e kërkesës së zonjës Balloku. Pra, mosdhënia e aprovimit për pezullim do shërbej patericë e paligjshme për Parlamentin për të rrëzuar. Edhe këto shtyrie. Tash me shumë drejt aty ka shumë jurista si nga posita, si nga opozita. Pra atë shtyrie të kërkojnë ta penalizojnë kryetarin e Parlamentit, kush i merr këto vendime shtyrie. Çan këto shtyrie këto janë situata shumë emergjente. Në kuptimin e timor në raport me SPAK. Timor, kështu që mendoj që tash edhe ne në punë kemi qenë nuk intensiteti për një vrasje nuk ishte baraz me një thyrje xhame, domethënë, ja kështu ishte. Edhe kjo punë kështu është, domethënë, ngjarje shumë e rëndë. Një herë rrethohesh gjykata lart, historiera, një herë shkohesh për vizitë. Ilir kryeministri ishte çfarë ishte, domethënë, tani janë këto presionet shumë indirekte, po që thash, ti je gjyqtar kushtetues, duhet ta mendojnë kur shkojnë, po shkojnë atje, nuk duhet shikojnë as majt as djallës. Takimet e BE-s edhe të SHBA-s që ishin kushtetuese, që ishte Silvio Gonzalos, ambasadori i BE-s edhe Nancy Van Horn e ngarkuara me punë në ambasadën amerikane këtu në Tiranë, mendon se do t'i japin efektet e tyre? Mendoj se kanë lëvizur nuhatja, jo informacion në drejtimet kundërta. Mendoj se takimi amerikan është projekti i hetimit. Mendoj, jo se kam informacion, ndërsa Europa duhet ndoshta edhe për një zbutje retushim të situatës.
Ndoshta mund të dhe kjo, sepse kanë politika të ndryshme, kanë qasje të ndryshme. Janë hapur ndryshe njërë, po prishet NATO-ja me Trump si kanë raportet mirë, edhe në arin i ironizojnë gjithë kokat e BE-s, tek e fundit. Çudi nuk është edhe është reflektojnë qëndrime ndryshe. Është në drejtën e vetë, sepse ka 70% të fondit të NATO, se nuk ka pse mban kuris, për s'dua t'ja hyja sajnë. Brenda BE-s ka përplasje, po të kemi parasysh dhe me lëndët e para që janë rritur çmimet e lëndët e para dhe vështirësinë e jetës. Edhe kinën që përmendi kryeministri e përmendi presidenti francez. Për shembull. Qartë, po më mërzisni Redin që bën jashtë kontrollit kur diskutojnë këto tema se më hyn në gjëra politike dhe nuk do t'ja marr Redit kompetencë. Ishin debatet e fundit. Janë debate që sigurisht ndoshta edhe mund të reflektojnë në politikën e brendshme shqiptare dhe është krejt normale të reflektojnë edhe këtu në një vend kaq i brishtë yni kur interesat e fundit që erdhi e bëri Shqipërinë brillant tani mbas gjithë këtyre incidenteve, nuk kemi çishte Marta zgjedhjet e lira të ndërshme. Sepse duhet kemi parasysh edhe diçka para se Po, faleminderit se i thashë Xhepit. Bashkimi Evropian në Shqipëri, po të kesh parasysh, është shumë formal. Ç'kuptojmë formal me problemet e Shqipërisë. As pak ekzekutive, drejt. Gjithçka është një raport që gjithmonë i korrespondon një vitit më parshëm. Ndërkohë se po flasim për drejtësinë këtu në Shqipëri, asnjëherë nuk dalin problemet e drejtësisë. Për shembull, po marrim të ligji, se duhet dalim konkretisht. U tha që parkimi dysh është orientimi i Bashkimit Evropian, sepse kështu na konsultuam me BE-n. Ç'është kjo konsult? A mund të na sqarojnë në çfarë vendit BE-s që ta dim paktën edhe ne, që parkimi dysh, që të paktën për njohuri, sepse kur bëhet një ligj, bëhet në radhë parë bëhet për drejtën e brendshme, masanej për drejtën e BE-s. Ne shohim interesin kombëtar, më pas interesin ndërkombëtar. Dhe duke pasur parasysh që evropianët gjithmonë e kanë zakon të mbulojnë gjërat, ti kalojnë hajde se mbyllen me kalimin e kohës, në Shqipëri duhet dalë problematika me sistemin gjyqësor, me bërjen e gabuar të ligjeve, sepse këto ligje të bëra shpejt po na sjellin vërdall. Amerika u ngrit për reformën drejtësi, a është ngrit që Europa? Jo, Amerika është financuese. Pati vërejtje për reformën drejtësi, në drejtësi pati. Pati disa kongresmen. Është nga financuese. Dëgjuat gjë nga Europa, me që jemi te para kalimit dysh, kur kam qenë në aeroportin e Frankfurtit, nuk e njihsha gjuhën gjermane, kuptohet, edhe më mungonin këto gjetonat e vegjël, më mbaruan domosdoshmë disa herë dhe pyesa të këshuri në derën kryesore. I thash nëse nuk arri domethënë se ishte me faturë, nuk komunikoj me njerëz, çka kam bërë tani. Futi lekët e linje orarin ke fshisja xhamit, tha 12 euro gjoba. Pra tash raport Frankfurtit 12 euro gjoba. Ky thot burg tani, hajde më ndani këtë pjesë. Se parkohet te Urelanës, burg se parkohet te Urelanës, sipër Lanës. Debat anë këtë debatin e bëm. Kam dhe një pyetje tjetër unë tek çështja Balluku Karanja. Po çfarë ndodh? Se po marrim raste hipotetike, sepse do t'i marrim raste hipotetike sepse edhe mund të ndodhi. Në raste kushtetuese vendos pro kërkesës kryeministrit, Balluku nuk do duhet pezullohet dhe tjetra kuvendi vendos që imunitetin e Ballukut mos ta heqë. E ka patarica atë, por prandaj po vonon. Çfarë ndodh në këto kur bashkohen të dy raste? Duhet kemi parasysh një diçka. Në raste kushtetuese vendos që kjo mas sigurimi duhet autorizimi i Kuvendit se do ta zgjidhë këtë punë, si të rasti zotit Berisha, e para nenin 288 kodit procedurës penale. Duhet të bëhet një ndërhyrje legjislative, siç bëhen këto ndërhyrje, duhet saksohen. Duhet saksohen nenet jo vetëm për masat e sigurimit që duhet autorizim Kuvend, por dhe mjetet e kërkimit provës të jenë të sakta. Për çka kontrolli, se janë disa lloje kontrollesh. Është kontrolli personal, është kontrolli i automjetit, është kontrolli i banesës. Duhet të saktësohen në mënyrë të jenë të sakta që të mos i lesh ekuivokës ose të mos lesh dyshime për mënyrën e procedimit penal për zyrtarët e lartë. Pra, edhe në të ardhmen duhet rregullu ky nen. Pra duhet gjithë zgjat mos lejnë gjërat për momentin e fundit. Duhet di kryeministri, ministri, deputeti për çfarë mjetesh procedurale, për shembull kur vihet për kontroll banesa duhet shku në kuvend apo jo, kur sekuestrohet telefoni, kur duhet ta di në mënyrë të qartë sepse imuniteti është i kufizuar. Objekti i kërkimit duhet të jetë i qartë. Duhet të jetë i saktë, pra duhet të jetë ky nen ose mund të shtohet edhe, po jo, i neni duhet të jetë i saktë, mjetet e kërkimit provës dhe masat e sigurimit që bëhen. Siç është bërë nenet e tjera. Kjo duhet bërë një ndërhyrje e parë. Tani dalim tek e para dyshimi legjislativ. Po, e para.
Spaku kur në gjithë historinë mas punës që ka bërë. Spaku tani gjendet në një vështirësi. Sepse thot pretendimet e Spakut, gjithmonë për që të jemi objektiv. Po. Spaku thot, ne po kërkojmë një mas sigurimi, thot, se ka rrezik të prishi provat. Ka rrezik të kryej vepra tjera penale, se kjo ishte edhe pyetje që po sa vendime. Pra ky është pretendimet e Spakut dhe ne kërkojmë ta izolojmë në mënyrë që të mos kryej vepra tjera penale. Pra është rrezikimi i provës, një dhe kryerja veprave tjera penale.